mendoj që ndoshta po që se lëvizja vetëvendosje për llogaritë që mund të shkoj 51-52 deputet me rezultate përfundimtare ose komunikimin e rezultatit final nga KQZ-ja. Po që sa arrin këtë numër, atëherë do kemi probleme sepse pakicat jo serbe nuk janë të gjitha unike për të hyrë në koalicion me vetëvendosje. Dhe kështu mund ta rrezikoj ose do vim në pozicionin e 50-50 nga ana e pozitës dhe pozitës. Por mendoj një çik që mund të luajnë një numër, një deputet 2. Ka se momentalisht mund të them po që se ndodh kjo, të ketë 52 deputet, 52, 53, lëvizja vetëvendosje, do të tentoj që si do tjetë renditja pastaj, a do shkohet me zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, presidentit dhe qeverisë, apo pas zgjedhjes së kryetarit të parlamentit të startohet me procedura për zgjedhjen e presidentit apo të qeverisë, sepse ai që merr atëherë të dy poziciona atëherë mund ta ketë më lehtë. Por që të dyja pozicionimet, sepse me nominativin, me ligjet e Kosovës, me kushtetutën e Kosovës dhe komentarit kushtetues që është bërë më herët, kryetari i parlamentit takon partisë fituese. Do thotë kjo është mas e qartë, lëvizja vetëvendosje merr kryetarin e parlamentit. Por problemi është te qeveria dhe sidomos te presidenti, sepse kërkon që të jetë 80 deputet në sallë, në 3 votime. Dhe kjo mendoj që shtyn Kurtin për një bashkëpunim. Dhe mendoj që ati që ja shkel syrin Kurti nga dy partit, qoftë PDK, qoftë LDK, mund të kenë një partneritet në qeverisje. Duket me dëshirë, Kurti ka dëshirë të ketë afrim dhe partneritet me LDK-n, nga se mund të psoj, sepse aja ka mund të tham, një fjali të betonuar, sa mund të jetë politik betonimi e dhënies së fjalës është çështje dilematike, por me PDK-n ka shtyr fjalët, i ka futur fjalë gusht që nuk do bëj koalicion, nga se mund të ketë pastaj rebelim edhe për brenda vetëvendosjes apo militantëve dhe antarësisë së saj. Por unë mendoj që lëvizja vetëvendosje do të arrin të mas të dy forcat. Edhe LDK-n edhe PDK-n, sepse kombinatorika mund të jetë ndryshme, me PDK-n mund të kushtoj, do thot, presidenti, pastaj ato marrëveshje që mund të bëhen për qeverinë me PDK-n, PDK-ja ndoshta mund të kërkoj ma tepër dikastere apo ministri, dhe di që me Partinë Demokratike të Kosovës në operim dhe në veprim mund të ketë më shumë të lashe. Me LDK-n ma tepër i flan zemra dhe hatri,